E nderuar drejtues së seancës, të nderuar koleg deputet. Sot vendosa të bëj një ndryshim në kërkesën për të folur. Kryesisht kam folur për ligjet që shqyrtonin në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese dhe në cilësinë edhe të kryetarit të komisionit zgjidhja të flisja në fund. Por duke parë se prej muajsh në këtë parlament flitet për gjithë shka, po jo për ligjin, sot thash po flas fillimisht dhe pastaj po lë kolegët e mi të vijojnë me agendat. E shoh që ky parlament ka dështuar dhe për gjithë ata që përmendin vend normal, parlament normal, nuk janë. Mjafton të shihni seancën e ditës së njëjtë për të kuptuar anormalitetin e parlamentit. Sot, në rendin e ditës kemi rivlerësimin e pasurive të paluajtshme të shqiptarëve. Është një projekt ligj i cili vjen për hir të vërtetës për të disatën herë në parlament. Ka ardhur fillimisht edhe në 2010-ën, pastaj në 2011-ën, është shtyr afati dhe dini pse? Sepse duke folur për gjithçka, i keni hequr mundësinë shqiptarëve për t'i njohur me disa vendime të rëndësishme, siç është ky që po diskutojmë sot. Pse rivlerësohen pasuritë? Dhe pse është e domosdoshme ta dinë shqiptarët këtë ligj? Sa më shumë të informohen, aq më mirë do të jetë për ta, aq më shumë do ta shfrytëzojnë. Sot po shtyjmë një afat, sepse ende shqiptarët nuk janë të informuar sa ç'duhet. Çfarë synon ligji? Dhe më duhet t'ju shpjegoj, se jam i bindur që ka dhe deputet që nuk e din. Një pasuri vlerësohet dhe rivlerësohet për disa qëllime. Mund vendoset si aset, si kolateral në bank, mund të sigurohet, mund të shërbejë për sistemin e tanksimit. Në rastin konkret, një pasuri rivlerësohet duke ulur tatimin mbi shitjen nga 15 në 2 ose në 3%, respektivisht për individët dhe për bizneset. E thënë më thjesht për gjithë ata që na ndjekin nga televizioni, po marr një shembull. Shifrat janë fiktive, por thjesht për të kuptuar. Nëse një apartament më parë është shitur, vlerësuar $300, citoj për referencë për marrë ca shifra, dhe sot vlerën e tregut e ka $1.000, nëse dikush do të donte ta shiste, do të paguante për diferencën nga 300 deri në $1.000, 15% tatim mbi shitjen. Atë që bëjmë me këtë ligj është i afrojmë të gjithë shqiptarëve që nuk kanë rivlerësuar pronën e tyre, ta bëjnë një gjë të tillë me 2% për individët, 3% për bizneset. Shkova tek zyra e regjistrimit pasurive të paluajtshme. Pyeta, kishim bërë sondazhe. Ndaj theksoj që është e domosdoshme në këtë parlament të flasim për shqiptarët. Ky ka qenë insistimi im ku kam kërkuar të flitet për ligjet. Ke zyra e regjistrimit pasurive të patundshme. Më duhet që sjell në vëmendje çka ndodhur. Në vitin 2012 kam një korrespondencë në anglisht, në fakt, e cila thot, disa ekspert huaj i kërkojnë qeverisë shqiptare në 2012. Sa institucione ofrojnë shërbime në Shqipëri? Pyetja parë. Pyetja dytë. Sa është numri i shërbimeve që shqiptarët marrin? Në tetor të vitit 2012, mbas 6 muajsh, ende pa përgjigje. Një letër. Thot, një vend që nuk di dhe nuk ka të kataloguara shërbimet dhe nuk di sa është numri institucioneve, çfarë prisni?
Prandaj, është e domosdoshme, thonë ekspertët e huaj, që i drejtojnë qeverisë, që të filloni me anë inventarin e shërbimeve në Shqipëri. Po të shkoni ke zyrat e regjistrimit pasurive të patundshme, ka ndodhur një revolucion i jashtëzakonshëm tek pjesa e shërbimeve. Sot që flasim, dhe unë këtu me bindje e theksoj, vlen për të falenderuar Ministria dhe qeveria që ka filluar një proces si asnjëherë më parë. Unë e kam provuar vetë në Bashkinë e Tiranës, vite më parë, kur sportelet e bashkisë i ngjanin sporteleve të qeverisë viteve më parë. Me disiplinimin e procesit, ndodhi një revolucion në Bashkinë e Tiranës asaj kohe, në shërbime. Sigurisht që është e pamundur të përmirësosh gjërat brenda një afati kohor të shkurtër. Por ajo që ka ndodhur është që sot kemi një numër mbi shërbimet, 1476 shërbime. Pra në 2012, ekspertët e huaj kërkuar nga qeveria, kërkonin numrin e shërbimeve dhe nuk e merrnin edhe mbas 6 muajsh. 1476 shërbime, 134 institucione. Ka filluar inventarizimi i shërbimeve. Sepse na duhet kuptojmë, ky ligj që ne po miratojmë sot, mbi tatimin e shitjes, në rast se nuk do të mund të shoqëroj me përmirësimin e shërbimeve në sportele, do të dështonte. Dhe e mbani mend si mbaheshin radhët më përpara. A kishte apo jo spartel për ankesat? Si plotësoi dokumentacioni shtesë? Sa ditë në javë shërbej? Si asistoheshin personat që vinin pranë zyrave? Dhe sa orë në javë ishte informacioni? Ka ndryshuar historia. Po e dinim pse ka ndryshuar. Se ka ndryshuar qasja. Kemi një inxhinierim të procesit të ofrimit të shërbimeve. Pasi u kataloguan shërbimet në Shqipëri, pasi u kataloguan edhe institucionet, filloi analiza e hartës shërbimeve, që për gjitha ato që nuk e din, një shërbim u nda në çfarë hallka shkalonte. Nuk mund përmirësohet një shërbim, po qëse nuk analizohet nga A-ja deri ke Z-ja. Tani ju ftoj të shkoni tek sportelet e shërbimit Adisës. Bashkë me Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese e bëm, siç e bëjmë fakt vizita në institucione ndryshme. Shkoni të kuptoni se çka ka ndodhur me shërbimet në Shqipëri. Ose për gjithë ato që merakosen për kavajën, për shembull. Bëni një vizitë dhe pjesës arsyeshme të grupit opozitar do t'i sugjeroja ta çonin kryetarin de jure dhe atë de facto tek zyrat e Adisës në Kavaj, që të kuptoni se pse ai pishtari i demokracisë, pse ai person i cili kishte marrë një titull nga ish presidenti, kryetari de facto i Partisë Demokratike, urra! Sepse ai person shifte në Kavaj se çfarë kishte ndryshuar në qytet. Dhe unë ju ftoj të shkoni të shihni Adisën, se ne gjithë bashkë këtu duhet flasim dhe themi sa më shumë Adisat kemi në Shqipëri. Dhe ju siguroj që nuk i njihni sa duhet. Një pjesë edhe unë nuk e dija. Kjo zyrë shërbimesh, që lindi mbasi miratuam ligjin në shkurt vitet kaluar, duhet mbjellë në Shqipëri kudo. Është vetmja mënyrë
për të filluar përmirësimin e shërbimeve. Ato radhë. Shërbimi elektronik sot i bën njerëzit mos zihen nëpër sportele të tilla, sepse marrin një bilet. Lë pastaj orarin që është më i zgjatur, e zyrën e ankesave, dhe mundësinë që të afron kjo agjensi. Ndaj, duke mbyllur, do ju ftoja të gjithëve, edhe ata që për pamundësi nuk mund të shkojnë të vizitojnë zyrat e Adisës, të marrin telefonin në dorë dhe thrasin një numër: 11800 11800 për të provuar pikërisht të që po them. Reformimin, fillimin e reformimit si asnjëherë tjetër cilësi shërbimeve. Dhe nëse realisht shqetësoheni për hallet e njerëzve, unë ju ftoj, e kam bërë, do vazhdoj ta bëj, do të vazhdoj të insistoj që hallet kanë lidhje pikërisht me gjëra të tilla konkrete. Zotërisë që flet nga vendi, në fakt nuk je target kur unë drejtohem pjesës arsyeshme të opozitës, ti nuk je target i kësaj pjese. Unë besoj që brenda jush ka njerëz të logjikshëm, të arsyeshëm. Por ama, unë nuk e di nga të ka rrjedhur titulli profesor, në fakt, mirë do ishte ta shpjegoje çfarë lloj profesori je, por ky nuk është problemi im dhe ky nuk është problemi shqiptarëve. Shkon kavaj dhe shqif zyrat e Adisës për të kuptuar se pse ai pishtari i demokracisë u rrah barbarisht nga ju. Merrni telefonin dorë 11800 dhe do kuptoni si ka filluar të reformohet shërbimet, si kanë filluar të reformohen shërbimet në Shqipëri. Shumë faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka deputetja Tabaku e pastaj të përgatitet deputeti Mediu.